Gishti tregues dhe shëndeti. Çfarë mund të zbuloj gishti juaj për trupin dhe mendjen? Kur mendojmë për shëndetin, shpesh fokusojmë vëmendjen te gjërat më të dukshme. Dieta, aktiviteti fizik, kontrolli i presionit të gjakut apo vizitat e mjeku. Por shumë pak njerëz e kuptojnë se trupi ynë ka sinjale të fshehura që mund të tregojnë gjendjen e brendshme të shëndetit tonë. Dhe një nga këto sinjale është gishti tregues. Po, mund të duket e çuditshme që një pjesë kaq e vogël e trupit të ketë rëndësi. Por gishti tregues mund të tregojë shumë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përfshir nivelin hormonal, shëndetin kardiovaskular dhe edhe predispozitat për disa sëmundje kronike. Një formë dhe gjatësi, një tregues si hormoneve. Një nga studimet më të njohura mbi lidhjen midis gishtit tregues dhe shëndetit lidhet me raportin mes gishtit tregues dhe gishti unazor, e njohur si 2D, 4D ratio. Ky raport është mënyra se si gjatësia e gishtit tregues, gishti i dytë, krahasohet me gjatësinë e gishti unazor, gishti i katërt. Një gishti tregues më i shkurtër se gishti unazor shpesh lidhet me nivele më të larta të testosteronit gjatë zhvillimit fetal. Kjo mund të ketë përfitime dhe rreziqe për shëndetin. Studimet sugjerojnë se njerëzit me këtë tipar ka një rrezik më të ulët për sëmundje të zemrës, por mund të jenë më të predispozuar ndaj sjelljeve agresive apo problemeve të ankthit. Një gishti tregues më i gjatë ose i barabartë me gishti unazor lidhet me nivele më të larta të estrogjenit dhe shpesh shoqërohet me një shëndet më të mirë kardiovaskular dhe një predispozit më të ulët për diabetin tip 2. Pra, forma dhe gjatësia e gishtit tregues mund të japi një ide të përgjithshme mbi ekuilibrin hormonal të trupit tuaj, edhe para se analiza laboratorike të zbulojnë ndonjë problem. 2. Ngjyra dhe tekstura. Shenjat e gjakut dhe oksigjenimit. Shumë ekspertë të shëndetit theksojnë se ngjyra e gishtit tregues mund të jetë një tregues i shëndetit të gjakut. Shikoni gishtin tuaj dhe vini re këto shenja. Ngjyrë e shëndetshme roz tregon qarkullim të mirë të gjakut dhe oksigjenim adekuat të indeve. Ngjyrë blu ose zbet mund të tregojë probleme me qarkullimin e gjakut, mungesë oksigjeni në indet periferike ose edhe çrregullime të mushkërive. Ngjyrë e verdhë ose njolla. Kjo mund të jetë shenjë e niveleve të larta të bilirubinës ose problemeve të mëlçisë. Gjithashtu, nëse gishti është i thatë, i çngjyrosur ose ka shkëputje të lëkurës, kjo mund të jetë shenjë e mungesës së vitaminave, veçanërisht vitaminës A, D ose. 3. Lëvizshmëria dhe dhimbja. Sinjale të muskujve dhe nyjeve. Gishti tregues nuk është thjesht një mjet për të treguar. Ai është pjesë e një sistemi kompleks të muskujve, nyjeve dhe ligamenteve. Vëzhgimi i tij mund të ndihmojë në identifikimin e problemeve të hershme. Ngurtësi ose vështirësi në lëvizje. Mund të tregojë inflamacion në nyje, PSH, artrit ose mungesë të aktivitetit fizik. Dhimbje gjatë shtrirjes ose kur e shtypni gishti. Mund të lidhet me tendinit ose dëmtime të vogla që nuk duhet injoruar. Kriza apo tinguj klikimi, shpesh shenjë degenerimit të lehtë të nyjeve, veçanërisht pas moshës 50 vjeç. Kujdesi i hershëm me gishta të ngurtë mund të parandalojë problemet më të rënda me artikulacionet në të ardhmen. Një regjim i thjeshtë stërvitjeje dhe ushtrimesh për gishta mund të jetë shumë efektiv. 4. Gishtat dhe shëndeti kardiovaskular. Ka disa prova që lidhin gjatësinë dhe formën e gishtit tregues me shëndetin e zemrës. Studimet sugjerojnë se raporti 2D 4D mund të ndikojë në rrezikun për hipertension, sëmundje koronare dhe kolesterol të lartë. Një gishti tregues më i shkurtër se gishti unazor shpesh lidhet me një rrezik më të lartë të tensionit të lartë të gjakut. Një gishti tregues më i gjatë ose i barabartë mund të tregojë një shans më të ulët për problemet e zemrës dhe metabolizmit. Ky informacion nuk është një zëvendësim për kontrollin mjekësor, por mund të jetë një tregues i dobishëm për vlerësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm dhe për të bërë kontrolle rutinë më të hershme. 5. Sensibiliteti dhe ndjeshmëria. Treguesi i sistemit nervor. Gishti tregues gjithashtu ka shumë lidhje me sistemin nervor dhe perceptimin ton sensor. Vëzhgimi i gjendjes së gishti mund të zbulojë. Gishta që mpihen ose mpijnë shpesh mund të tregojë probleme me qarkullimin ose shtypje nervore. Ndjeshmëri e reduktuar ndaj temperaturës mund të jetë një shenjë e neuropatisë ose diabetit. Tremor të lehtë ose dridhje. Në disa raste kjo mund të tregojë shqetësime neurologjike ose lodhje të muskujve. Njohja e këtyre sinjaleve mund t'ju ndihmojë të identifikoni problemet në faza të hershme dhe të ndërmerrni masa parandaluese. 6. Gishti tregues dhe shëndeti i kockave. Shëndeti i gishtit tregues mund të pasqyrojë edhe densitetin kockor dhe shëndetin e eshtrave. Gishta të hollë dhe të dobët
Mund të tregojnë rrezik për osteoporozë ose humbje të masës kockore, veçanërisht e gratë pas menopauzës. Gishta të fortë dhe të shëndetshëm shpesh lidhen me një masë kockore më të mirë dhe një metabolizëm normal të kalciumit. Shtimi i ushqimeve të pasura me kalcium dhe vitamina D, bashkë me ushtrimet e rezistencës, mund të ndihmojnë në ruajtjen e fortësisë së kockave edhe në moshë të avancuar. 7. Si të vëzhgoni gishtin tuaj çdo ditë. Për të marrë informacion të dobishëm nga gishti tregues, mund të ndiqni disa hapa të thjeshtë. Shikoni gjatësinë. Krahasojeni me gishti unazor dhe shënoni raportin. Kontrolloni ngjyrën dhe teksturën. Vini re ndryshimet e papritura. Testoni fleksibilitetin. Lëvizni gishta lart e poshtë dhe ndiqni ndonjë dhimbje ose ngurtësi. Vëzhgoni ndjeshmërinë. Prekni gishta në temperatura të ndryshme dhe ndiqni ndonjë mpirje ose dridhje. Shënoni çdo ndryshim të kohpaskohshëm. Ndryshimet graduale mund të jenë shenja të hershme të problemeve shëndetësore. Këto vëzhgime të thjeshta mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë trupin tuaj dhe të merrni masa preventive për shëndetin e gishta dhe të trupit në përgjithësi. Gishti tregues nuk është thjesht një pjesë e dorës për të treguar ose shtrënguar. Ai është një dritare për shëndetin tuaj të brendshëm. Nga raporti hormonal, shëndeti kardiovaskular, funksioni nervor dhe densiteti kockor, gishti mund të japë sinjale të rëndësishme që nuk duhet injoruar. Gishti tregues dhe shëndeti mendor. Një lidhje surprizuese. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se gishti tregues mund të japë sinjale për shëndetin mendor dhe emocional. Hulumtimet kanë treguar se raporti midis gjatësisë së gishtit tregues dhe gishti unazor mund të lidhet me nivelet e hormoneve si testosteroni dhe estrogjeni, të cilat ndikojnë në modë, stres dhe aftësitë njohëse. Gishta tregues më të shkurtër lidhen me nivele më të larta të testosteronit. Studimet sugjerojnë se njerëzit me këtë karakteristikë mund të jenë më të vendosur dhe më konkurrues, por edhe më të predispozuar ndaj stresit dhe ankthit. Gishta tregues më të gjatë shpesh lidhen me nivele më të larta të estrogjenit. Kjo mund të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të emocioneve, ndjeshmëri më të lartë dhe marrëdhënie sociale më harmonike. Kjo nuk do të thotë që gishti përcakton fatin tuaj, por mund të ofrojë një perspektivë mbi stilin tuaj të reagimit emocional dhe mënyrën se si trupi juaj përballon stresin. Gishti tregues dhe niveli i stresit. Shumë njerëz nuk e kuptojnë që gishti tregues mund të jetë një tregues i rezistencës ndaj stresit dhe përgjigjes hormonale të trupit. Hulumtimet kanë zbuluar se njerëzit me gishta tregues më të gjatë kanë tendencë të kenë nivele më të ulta të kortizolit, hormoni i stresit. Përveç kësaj, gishti tregues mund të tregojë predispozitat për depresionin, ndryshimet në raportin 2D. 4 janë lidhur me rritjen e riskut për depresion tek disa individ. Ankthin një raport më i ulët 2D. 4 mund të lidhet me ankth të shtuar dhe reagime më të forta ndaj situatave stresuese. Kjo e bën gishti tregues një mini alarm që mund t'ju ndihmojë të kuptoni kur trupi juaj ka nevojë për pushim ose menaxhim të stresit. Gishti tregues dhe shëndeti i imunitetit. Shumë pak njerëz e dinë se gishti tregues mund të ofrojë tregues edhe për funksionimin e sistemit imunitar. Hormone që ndikojnë gjatë zhvillimit fetal dhe të rinisë, të reflektuara në raportin 2D. 4D lidhen gjithashtu me rezistencën ndaj infeksioneve dhe inflamacionit. Njerëzit me gishta tregues më të gjatë mund të kenë përgjigje më të mirë imunitare ndaj sëmundjeve virale dhe bakteriale. Gishta më të shkurtër mund të tregojnë një predispozit për inflamacion kronik, që në kohë të gjatë mund të ndikojnë në sëmundje si artriti apo diabeti tip 2. Njohja e këtyre sinjaleve mund t'ju ndihmojë të përmirësoni rezistencën natyrale të trupit me dieta të pasura me antioksidant, vitamina dhe mineral. Gishti tregues dhe metabolizmi. Gjithashtu, raporti i gishta tregues ka lidhje me metabolizmin dhe balancën hormonale të trupit. Një gishti tregues më i gjatë mund të lidhet me metabolizëm më të shëndetshëm të glukozës dhe rrezik më të ulët për diabetin. Gishta më të shkurtër mund të tregojnë një tendencë për mbajtje të peshës dhe probleme me insulinën, gjë që kërkon vëmendje të veçantë ndaj dietës dhe aktivitetit fizik. Kjo e bën vëzhgimin e gishta tregues një instrument të thjeshtë për parandalimin e problemeve metabolike, veçanërisht pas moshës 40-50 vjeç. Gishti tregues dhe shëndeti seksual. Një nga aspektet më intriguese të gishtit tregues është lidhja e tij me shëndetin seksual dhe fertilitetin. Studimet kanë treguar se raporti 2D, 4D mund të lidhet me libidon dhe energjinë seksuale. Njerëzit me gishta tregues më të shkurtër shpesh kanë nivele më të larta të testosteronit,
që mund të ndikojnë në dëshirën seksuale. Fertilitetin tek gratë, gishta tregues më të gjatë lidhe me një cikël hormonal më të ekuilibruar dhe fertilitet më të mirë. Shëndetin riprodhues tek meshkujt, gishta më të shkurtër mund të tregojnë rrezik më të ulët për disa probleme të spermatogjenezës, por gjithmonë varësisht nga stili i jetesës dhe faktorët mjedisor. Kjo është një nga mënyrat më të thjeshta për të kuptuar ekuilibrin hormonal në trupin tuaj dhe për të parandaluar çrregullime të hershme. Si ta përdorni këtë informacion në jetën e përditshme? Njohja e lidhjeve midis gishta tregues dhe shëndetit mund të duket si një konsultim i vogël i mjekut nga dora juaj, por është e rëndësishme të kuptohet se gishti nuk diagnostikon sëmundje, por ndihmon në parashikimin e predispozitave. Disa hapa praktike që mund të ndërmerrni. Monitoroni raportin e gishta, njihni trendin tuaj dhe vëzhgoni ndryshimet. Kontrolloni shëndetin hormonal. Nëse gishti tregues tregon predispozita për probleme hormonale, bëni analiza të gjakut. Mbani një regjim të shëndetshëm, ushqyerja, stërvitja dhe gjumi i mjaftueshëm ndikojnë në shumë nga treguesit që gishti mund të reflektojë. Ushtroni gishta dhe duar, ushtrimet e thjeshta për fleksibilitet dhe forcë ndihmojnë në parandalimin e dhimbjeve dhe nyjeve të ngurtësuara. Vëzhgoni sinjalet ngjyra, ndjeshmëria dhe fleksibiliteti i gishta tregues mund të tregojnë çfarë duhet të përmirësoni në rutinën tuaj të shëndetit. Këto hapa të thjeshta mund të bëjnë një diferencë të madhe në shëndetin tuaj afatgjatë. Kur të kërkoni ndihmë mjekësore, edhe pse gishti mund të jap shumë informacione, asnjëherë nuk duhet të zëvendësoj këshillat mjekësore profesionale. Konsultimi duhet të kërkohet nëse vëreni ndryshime të papritura në ngjyrën, madhësinë ose formën e gishta. Ndjeni dhimbje, pirje ose dridhje që nuk kalojnë. Keni simptoma të tjera shëndetësore si lodhje ekstreme, rrahje të shpejta të zemrës ose ndryshime në peshë. Njohja e gishta tuaj është një hap i parë drejt një shëndeti më të mirë, por analiza dhe kontrollet periodike janë gjithmonë kyçe. Këto janë hapa konkret që mund të bëni çdo ditë për t'i dhënë trupit tuaj përfitimin maksimal. 1. Ushtrimet për gishta, fleksibilitet dhe forcë. Gishta tregues është pjesë e sistemit muskulor dhe ligamentor të dorës dhe ndikimi i tij shtrihet në funksionin e të gjithë dorës. Ushtrimet e thjeshta mund të parandalojnë ngurtësinë, dhimbjen dhe inflamacionin. Ushtrimet të rekomanduara. Shtrirja e gishta. Hapni dhe mbyllni gishta 10-15 herë për të përmirësuar fleksibilitetin. Shtypja e topit antistres. Përdorni një top të vogël dhe bëni shtypje të forta 10-20 herë për forcim. Rrotullimi i gishta. Mbani gishta tregues dhe unazor dhe bëni rrotullime rrethore të lehta për 1-2 minuta. Gishta dhe tensioni. Mbajni gishta të hapur për disa sekonda dhe më pas mbyllni grusht. Përsëri 10 herë për të aktivizuar qarkullimin. Këto ushtrime jo vetëm që përmirësojnë shëndetin e gishta, por edhe qarkullimin e gjakut, fleksibilitetin dhe shëndetin e muskujve të dorës. 2. Ushqyerja e duhur për shëndetin e gishta. Shëndeti i gishta lidhet ngushtë me dietën dhe vitaminat që merr trupi. Një dietë e pasur me vitamina dhe minerale ndihmon në ruajtjen e fleksibilitetit, forcës dhe ngjyrës së shëndetshme të gishta. Element kyç të dietës. Vitamina A, C dhe E, antioksidant që mbrojnë lëkurën dhe indet e gishta. Kalcium dhe vitamina D. Ruajnë fortësinë e kockave dhe densitetin kockor. Omega 3. Redukton inflamacionin në nyje dhe tendin. Hidratimi. Uji është thelbësor për elasticitetin e lëkurës dhe qarkullimin e gjakut. Një shembull i dietës ditore. Salmoni pjekur me perime të gjelbra, ara dhe fara. Kos grek dhe fruta të freskëta si boronica apo portokalli. Kjo dietë jo vetëm që ndihmon gishta, por përmirëson shëndetin kardiovaskular dhe imunitetin. 3. Monitorimi i gishta si një mjet diagnostikues. Një nga mënyrat më të mira për të përdorur gishta tregues është monitorimi i tij rregullisht. Një rutinë e thjeshtë mund t'ju ndihmojë të dalloni ndryshimet e hershme dhe të ndërmerrni masa preventive. Si të bëni monitorimin? Shikoni ngjyrën dhe teksturën çdo javë. Matni gjatësinë dhe raportin 2D. 4 dhe një herë në muaj për të dalluar ndryshimet. Testoni ndjeshmërinë dhe fleksibilitetin duke lëvizur gishta në drejtim të ndryshëm. Shënoni çdo ndryshim në një ditar shëndeti, për të pasur një rekord që mund t'i tregoni mjekut në raste emergjente. Ky monitorim i thjesht mund të shpëtojë nga problemet e hershme të shëndetit, veçanërisht në moshë të avancuar. 4. Gishta tregues dhe shëndeti hormonal. Si diskutuam më parë, raporti 2D. 4 lidhet me niveli i hormoneve si testosteroni dhe estrogjeni.
Për të optimizuar shëndetin hormonal. Meshkujt me gishta tregues më të shkurtër mund të përfitojnë nga ushtrime për forcimin e testosteronit si stërvitje me pesha dhe ushtrime kardiointensive. Gratë me gishta tregues më të gjatë mund të përmirësojnë shëndetin hormonal me ushqime të pasura me fitoestrogen si soja dhe farat e linit. Kontrolli periodik i hormoneve mund të ndihmojë për të balancuar shëndetin mendor, energjinë dhe libido. 5. Gishta tregues dhe qarkullimi i gjakut. Ngjyra e gishta tregues dhe ndjeshmëria e tyre janë tregues të qarkullimit të gjakut. Për të përmirësuar qarkullimin, bëni ushtrime të dorës dhe gishta për 5-10 minuta çdo ditë. Përdorni kompres të ngrohtë për gishta në dimër ose kur ndjeni pirje. Konsumoni ushqime që përmirësojnë elastikitetin e enëve të gjakut, si domate, spinaq dhe hudhër. Një qarkullim i mirë zvogëlon rrezikun e mpiksjes së gjakut, inflamacionit dhe dhimbjeve në gishta dhe duar. 6. Gishta tregues dhe shëndeti mendor. Një nga avantazhet më të mëdha të monitorimit të gishta është lidhja me shëndetin mendor. Siç diskutuam, gishta më të gjatë lidhen me një qëndrim më të qetë dhe më të ekuilibruar emocionalisht. Gishta më të shkurtër mund të tregojnë nevojën për teknika menaxhimi stresit, si meditim, yoga ose frymëmarrje të thellë. Ky është një nga mënyrat më të thjeshta për të përdorur gishta si një mjet për parandalimin e stresit dhe ankthit në jetën e përditshme. 7. Përmbledhje e pjesës praktike. Në këtë pjesë, ne zbuluam hapat konkret që mund të ndërmerrni për të përmirësuar shëndetin bazuar te gishti tregues. Ushtrime për fleksibilitet dhe forcë. Dietë e pasur me vitamina, minerale dhe omega 3. Monitorimi i rregullt i gishta për ndryshime në ngjyrë, teksturë dhe ndjeshmëri. Balancimi i hormoneve përmes stërvitjes dhe ushqyerjes. Përmirësimi i qarkullimit të gjakut dhe shëndetit kardiovaskular. Përdorimi i gishta si tregues i shëndetit mendor dhe menaxhimi i stresit. Duke ndjekur këto hapa, gishti tregues mund të bëhet një udhërfyes i thjeshtë dhe i fuqishëm për shëndetin tuaj të përgjithshëm. 8. Mesazhi përfundimtar. Gishti tregues nuk është thjesht një pjesë e dorës. Ai është një dritare drejt shëndetit tuaj të brendshëm. Nga raporti hormonal dhe metabolizmi, tek qarkullimi, shëndeti mendor dhe imuniteti, gishta tregues mund të jap sinjale të vlefshme që nuk duhet neglizhuar. Një vëzhgim i thjeshtë dhe disa ndryshime në rutinën tuaj të përditshme mund të kenë një efekt të madh në përmirësimin e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve kronike. Pra, mos e neglizhoni gishti tregues, ai mund të jetë sekreti i vogël i trupit tuaj për një jetë më të shëndetshme dhe të ekuilibruar.